Sot, gjatë vizitës në Shqipëri të zëvendës presidentes së Komisionit Evropian, Kaja Kallas, dhe në prani të kryeministrit Edi Rama, nënshkruam së bashku me Bankën Europiane për Investim marrëveshjen për hapjen e parë të hekurudhës së korridorit të Ktet. Një marrëveshje e cila i jep një tjetër gur kilometrik Shqipërisë në zhvillimin e transportit hekurudhor. Durrës-Rogozhin, duke nisur kështu një rrugtim i cili do të bashkohet dhe do të ndërlidhet edhe me hapat e tjerë që kemi hedhur për korridorin e 8, siç është autostrada apo edhe autostrada energjetike që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Të gjithë këto komponent po plotësojnë një puzzle të madh të transportit hekurudhor, një nga transportet më të rëndësishme për Bashkimin Evropian, duke qenë se i ofron eficiencë financiare çdo qytetari dhe në ana tjetër është miqësor me ambientin. Duhet thënë gjithashtu që tashmë jemi në hapat e fundit të ndërtimit të hekurudhës Tiranë-Durrës, e cila si ndërtim dorëzohet brenda vitit 2025, duke i lënë vitit 2026 edhe plotësimin e komponenteve të tjerë, atë të elektrifikimit të kësaj hekurudhe, por edhe krijimin e stokut të vagonëve dhe lokomotivave që do të operojnë. Nga ana tjetër, gjatë vitit 2025 ne nisim ndërtimin e hekurudhës Vor-Hanihotit, një nga segmentet më të rëndësishme ndërlidhëse të rajonit. Po ashtu, duhet pasur parasysh që parashikohet që këto punime të Vor-Hanihotit të përfundojnë në vitin 2029. Në ditët në vazhdim, ne do të kemi edhe një prezantim të projektit kombëtar, një projekt me interes shumë të madh për zhvillimin ekonomik të Shqipërisë dhe të Kosovës. Bëhet fjalë për hekurudhën e kombit, e cila do të prezantohet në Shkodër, aty ku do të jetë dhe stacioni nga Shkodra për në Gjakov. Gjithashtu, duhet pasur parasysh që brenda këtij viti do të kemi mundësi që të kemi një projekt të plot pikërisht për marrëveshjen që u firmon sot, Durrës-Rogozhin, e cila parashikohet të dorëzohet si vepër në vitin 2028, duke u pasuar edhe nga segmenti Rogozhin-Pogradec, i cili do dorëzohet në vitin 2029. Të gjitha këto risi, të gjitha këto projekte strategjike, kombëtare dhe rajonale e përafrojnë Shqipërinë akoma më shumë drejt ëndrrës së saj të Bashkimit Evropian. Gjej rastin të falenderoj Bashkimin Evropian, sigurisht delegacionin e Bashkimit Evropian këtu në Tiranë, për të gjithë mbështetjen, bashkëpunimin dhe të gjitha hapat që kemi hedhur së bashku me skuadrën e Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë. Sot marrim angazhimin për të vijuar me projekte të tjera që na presin dhe padyshim për të përafruar akoma më shumë ëndrrën shqiptare drejt Bashkimit Evropian.